miq, e Marta erdhi dhe Okult Sport është me edicionin e radhës. Hamo Krisi, si shko java? Kohë të vështira. Kohë të vështira, ha? Si shko java? Tirana vend të fundit, si shko java? Si mund të shko java? E thamne. Keq. Dinamo dhe Partizani Ja pren kokën. gati t'i presin kokën dhe ja pren. Ja pren kokën. Ja pren. 6 gola shënoi Dinamo, 2 Partizani. Lexova një Pas një derbi i fituar. Lexova një faqe të Dinamos, thoshte pas orarit se ka fituar një herë në kohën e Demollarit, u fut Demollari, ishte me kavilje të vrarë. Po. Edhe ai ngulmonte shumë ai në atë kohë i shefi i klubit, Hysén Shaun, duket ka qenë. Edhe u fut Dinamo dhe fitoi 3-5 dhe e quajtën të orari kinemas, 3-5 ka qenë atëherë. Tani bën orarin e fabrikës, shkruanin tifozët, 6-2, pra në 6 mjesit që fillon puna deri në 2. Kush tifoz? Të Dinamos. Se ka tifoz Dinamo. Po ka, Sa ka? sa ka janë shtuar. Dgjoj. Shtohen. Edhe unë kam qenë nga ata që kam ndjekur Dinamo nga afër në stadion. Okej. Se kanë fituar simpatin time. Unë të ftoj të shikosh kur luante Dinamo. Thonë që Dinamo ka pasur intelektual tifozët, i ka pasur kështu, në shkollë të lashtë. Kështu thonë. Atëherë rikthehemi pak te Tirana sepse përfundimisht unë mendoj që Tirana është në vdekje klinike. Po ti si mendon? Ti e the edhe episodin e parë këtu, po nuk ta mbajtëm me titull. Jo, e kursyem. E kursyem atë. Jo. Tek e thën konkretisht Tirana bie nga kategoria. Po e prem në atë në. Po. Jo, nuk e kemi prerë. Jo, u pre në domthon në Reels apo se po, në Reels, po. Domethënë Tirana bie nga kategoria. Dhe unë sa vjen edhe po më forcohet kjo Tirana bie nga kategoria. Që Tirana bie nga kategoria sepse nuk ka më shpresë. Po sikur mbas janarit Tirana të bëjë një kampionat të mirë dhe këto skuadra të tjera bëjnë një kampionat të keq. Okej, po ku e gjen ti këtë besimin e brendshëm që Tirana mund të bëjë një kampionat të mirë? Çfarë duhet të më thuaj? Se kishte dëgjuar që do bëj disa blerje apo jo? Po, dëgjova një kolegun ton, që Ylli Aga, që i ka bërë 3 blerje. Ka bërë. I ka bërë, që tani i ka bërë, se si i ka bërë se di, sepse merkato është e bllokuar, po siç duket ata kanë firmosur edhe me një po do intrajner do blej, me një qendërmbrojtës, me një mesfushor dhe me një sulmues. Ai trajner. Do intrajner do blej se ai trajner mendon që ka 360 javë kampionati? Nuhiu. Ardian Nuhiu, nuk e di. Si mund ta kthenim tha. Ta vendos drejtorin në foto. Po si mund ta kthen ai atë ndeshjen? Tirana bëri vetëm një goditje. Nuk e di, po vetëm një goditje në port dhe ajo ishte sigur ai po ja kthente portierit. Domthon, se kam parë kurrë më zero. Do me thënë, ekipi pasyron ndonjëherë atë fytyrën që ky Ardian Nuhiu. Si thonë ajo është pasyra e ekipit, është fytyra e trajnerit. Si është apo problemi është Nuhiu. Po. Për mendimin tim, unë prisja ndonjë diçka ndryshe, duke qenë se viti nga kampionati i Kosovës, aty me dritën, kishte bërë diçka apo kaloj si duhet nga drita në ka qenë edhe me Prishtinën, mos apo disa ekipe. Po, nga drita kaloj në errësirë apo? Jo në errësirë, po në errësirë totale. Unë prisja nga Nuhiu që të paktën të kishte një reagim. Por mendoj që nuk është trajneri i dur, ndoshta edhe çështje fati nuk ecën këtu, mund të shkëlqej diku tjetër. Ekip pa gjak, pa grind. Ore s'ka për plasë, s'ka kontakte. Çështja teknike, taktike në fushë nuk duket asgjë, nuk ka vendosje, nuk ka sistem. Si luan Tirana për shkak? Unë tani sa vjen edhe bëm akoma më i bindur që bën gabim që e hoqën Bordinin. Jo, bën gabim që hoqën Milen. Ja, tash ktheu te Mila. Po pse? Po çfarë Mile thua për Mila, akoma Mile? Pse? Po Mile ishte drejtori i akademisë. Po, pse hoqën? Po Kërnaja. Një sekund. Po mos kaloj te Kërnaja. Po si mos kaloj te Kërnaja? Mile, po ishte drejtori i akademisë vini dhe me një akademi që Tirana u 19 nga kategoria. Tani s'mund të marrësh drejtori i akademisë ta vesh trajner. Ajo ishte zgjidhje përkohshme 3 javë. Mori Morierun që nga kategoria me Laçin. Pse pak shumë. Po dakord. Dakor mos e ra nga kategoria me Gjokrën, mori Gjokrën për të ngritur. Pak shembull te Shqipëria. Dakor, më ka shembull. Po nuk është Tirana, pretendon ke objektiva madhor, ke bërë ekip, mos me drejtorin e akademisë. Po vendosësh trajner. Po pra, po u mendua shumë për të vendosur Milen. Pse se mbajtën?
Mile nuk ishte projektuar për trajner, Mile ishte zgjedhje përkohshme Vinicius për shembull. Mos e zun haqet e Miles? Po jo, pra jo, nuk e kanë. Si jo? Po jo, pra më dëgjoj se e di shumë mirë këtë muhabet. Po. Mile ishte përkohësisht aty. Po. Thjeshta për të gjetur një trajner. Po. Se nuk po e gjenin, nuk po e mbyllin dot me asnjë trajner. Dhe vendosën Mile sa për ta nisur sezonin me Milen. Po. Pas 3 javësh erdhi Bordin. Po. Normalisht. Që do vinte Bordin, do vinte dikush tjetër. Mile nuk do ishte trajner. Që Bordini e ndriti. Po më të paktën barazoi mori një fitore në derbi, po ky ka bërë 6 ndeshje. Po. Nuhiu ka marrë 5 humbje dhe një barazim. Dhe si thot mund ta kthenim, thot don loja më jep shpresë. E kupton tani ti? Të paktën Bordi dha diçka, ndoshta ishte shumë herët për ta hequr, por nuk direkt. Nuk e di çfarë durimi kanë tani me Nuhiu. Po nëse e ke nisur atëherë kështu, rasti Romës vjet, ka shkarkuar 3 trajner. Po. De Rossi, Juric, i mori gjithë me radhë. Ose rasti Derisa gjeti paqe me Ranierin. Ose rasti Nottinghamit. Po. Po. Kështu që se më thot drejtori ule dorën më nervozove. Kështu që Tirana Po. nuk do të pres më të heq Nuhiun, mendimi im të marrë dikë tjetër që e njeh kampionatin edhe kaq. Shpëtimi mund të ketë Tirana Krist. Po thash pra, do të nis nga trajneri një herë. Po. Nëse un kam qenë ai që kam thënë që do t'i besojmë trajnerëve, të durojmë, presidentët të kenë durim, Po. nuk është ky rasti. Nuk është ky rasti. Nuk është ky rasti. Nuhiu besoj që 6 ndeshje tregoi, ndoshta ka dhe ndeshjen e radhës me Të merr në telefon Rit Halili. Kristi thot. Më thua emrin e trajnerit. Jo, kë do t'i propozoj ti? Po tani, shko, kjo është pak. Si, jo, kjo është pak. Po thua që ai do heqi trajner. Okej. Po më Jam dakord me ty. Jurgen Kloppi thot drejtori. Varet sa e ke buxhetin, s'do t'ja Lili një herë para. Po? Puna? Po? Po në burimet e mia aty nuk është se mungojnë shumë lekët. Po? Ka disa që janë Për shkak me pagesa të mira. po të më merrte mua, po të më Kishte një emër. Po, Po për momentin po sharkullon ky Ardmema. Ardmema. Po, që u largua nga Pogradeci. Ardmema 1, Që e njëjtë ambientin edhe Ardmema 1, Shpëtim Duro 2. po shpëtim Durrës e Tirana duket pak si utopike. E ka deklaruar që mund shkojë në Tirana. Në këtë lloj gjendje? Nuk e besoj. Po tani. Nuk e besoj që shpëtimi mund ta marrë Tirana në këtë, se është fiks shpëtim për Tiranën. Po pra, Po nuk e besoj që ty aty detit me këmbë. Se 7 pikë vetëm vinë. jo, nuk ju detit me këmbë, ju detit me lek, e kupton? Jo me këmbë. Dakor. Po e pra, po dakor thot, po tash. Pastaj ky Nuhiu, ky kujton se E di çfarë? Dgjoj, ky kujton se aty në sport është ajo kënga robi plaket kur vje mosha, robi plaket kur do vet. Por zotri, po ikin javët, marrë kampionat. Prit. Është pak specifike. Të pik pa çaj se Është pak specifike pak kjo pjesa e shpëtimit të ekipeve vini. Për shembull në Itali, se unë gjithmonë shoh jam tifoz i Serie A. Po. Janë 3-4 trajnerë sharkullojnë gjithmonë Po. në për këto ekipe që duan të mbijetojnë. Po. D'Aversa, ky Nikola që shkojnë ata një vit e Cagliari, një vit e Lecce, domethënë këta janë ata lloj trajnerësh që dihet që të shpëtojnë. Po. Po këtu kene? Këtu te ne tani duhen gjetur këta se po more ndonjë që është mësuar po more ndonjë që është mësuar për vetëm për dua ekip të mirë që të dalë në Final Four apo në kampion. Po. Me atë e sigurt që bie nga kategoria. Duhet një trajner mjeshtër për këtë lloj, për të marrë pikët, qoftë edhe me lojë të keqe. Tani, nëse është presidenti Alili, ai që menaxhon dhe djali vet që për mendimin tim nuk ka bërë një menaxhim të mirë, duhet thënë. Si s'ka bërë një menaxhim? Nuk ka bërë një menaxhim të mirë. Ka bërë një menaxhim. Që mbas ikjes ka bërë një menaxhim të keq. Po. Do më keq se kaq nuk ka qenë herë Tirana. Edhe kur nga kategoria ka qenë shumë më mirë se ç'është. Domthon Tirana është realisht në pastaj këta trajnerë janë çarkullim këtu këto më. Trajnerë janë. Kush është? Po këta trajnerë janë. Me Melli, Mema, ta çarkullojnë. Shpëtim Duro, ta me Meti. Ndoshta ta me Gentian Mezani. Për shembull, Mezani mund të ishte dikush që është pak një trajner si llogari kërkues, është kështu si ai që merr pikët, e si trajner cinik. Ti mendon, për shembull, ti mendon tip Mourinho apo duhet dikush tip Ancelotti, duhet dikush që të marr pikët
në çdo formë të mundshme, jo të bëj lojë të bukur, jo të fus idetë e tij, nuk ka kohë për ide Tirana. Po s'ka kohë, po. Duhet të marrë Po si merren pikët? Po duhet gjetur një mjeshtër për këtë tani. Okej. I theja emrat, një nga me Zani apo me Melli nuk besoj shumë se nuk është se ka dhënë atë që unë prisja të jepte nga me Melli, sepse mbajmë edhe Snerbeu ju besua vllaznia më vonë, nuk është se pati shumë Okej, urojmë domthonë si impakt. Unë si lindur dhe rritur në Tiranë uroj që Tirana të shpëtoj, është në vdekje klinike, është realisht në vdekje klinike, por zakonisht kur njeriu është në vdekje klinike vdes, ka dhe përqindje të pakta që shpëton, kështu që besoj se aty e kam shpresën, po me çduken bathet. Flitet edhe për një kështu në rrjetet sociale tani. Po, për këto portalet ishin mbushur me është sulmuar. Nuk e di tani në arkun e sulmit fizik apo jo për presidentin Alili nga tifozët e Tiranës. Fakti është që nuk ishte në nuk ishte në derbi, dhe derbi. Thuhet që ndoshta edhe një grup që mund ta kenë bërë pak agresion, mund ta kenë sharm, mund ta ashtu. I di to portalet që bëjnë qimen tra. Po, edhe tifozët janë unë kam parë, kam ndjekur një muajin e fundit vetëm më shumë kam bërtitur për kundër Alilit se sa për Tiranën. Më erdhi keq shumë për tifozët, unë isha në tribunën e shtypit edhe më pëlqeu edhe shumë koreografia, që tha kur është ftohtë, vetëm ata që janë të fortë mbijetojnë, survive, a do të mbijetoj Tirana? Po ja ngrihet Dimri më duket. Dimri sa nuk ka filluar. Shumë të vështirë vjen, di pse është të vështirë, sepse kur shon tabelën e renditjes që është Ballçi, Bylic, domethënë Vora dhe Flamurtari, që janë ekipe ku të marrin një pikë kështu të prishin punë, harroj Vorën. Që ndoshta edhe Vora forcohet, Flamurtari po ashtu kam informacione që me afrimin e Abil Aliajt, te Flamurtari mund të vinë edhe disa lojtarë në Vlorë që mund ta bëjnë edhe më të lehta të largimin nga zona e ftohtë. Vora nuk bie nga kategoria, harroje. Ka bërë një kampionat shkëlqyer edhe duke mos bërë asnjë ndeshje në Vorë. Do ta shikosh ti kur të vinë në Vorë, do jetë fush shumë e vështirë. Ballçi jo në katror, por në kup. Tani do ngjitemi sipër? Prekim pak ngjitemi sipër tani. Do nga se kështu shohet nga poshtë lart. Po. Po, mo Krisi, kush do të kampion Dimri? Kampion e Dimrit. Po. Se kampione, edhe kampion. Unë kam një përshtypje. Po? Me aq ta kam parë, duke parë dhe kalendarin që e kemi në vijim, mendoj që do jetë Elbasani ai që do ta mbylli vendin e parë. Po ta shikojmë një kalendarin si janë dhe 3 javë. Javën e 15, javën e 3 javë për të luajtur. Po. Besoj që Elbasani është më i kuotuar për mendimin tim me qëndrueshmërinë që ka treguar. Drejtor do na nxjerrësh çik kalendarin, lutem? Po. Që mund të dalë në si kampione, po Elbasani, ti cili mendon? Po. Atëre. Elbasani, para se të shkojmë aty, më thuaj mendimin tënd. Unë mendoj që do dali Dinamo. E nxorë kokën. Më duket se i tifoz i fshehur i Dinamo. Jo, unë pëlqej të bukurën. Unë kam lindur një lidhje me këtë ministrin e brendshme. Unë kam lindur në Mars vjen pranvera, Stina e bukur, çelin lulet. Jo se më hape episodin me muhabetin Dinamos 6-2 e kështu e prandaj dyshova. Okej, shojmë dhe një kalendar. Elbasani shkon. Jo, shkon. Ka në fakt në fushën e saj se. Edhe këtë javë. Kjo është një kështu. Kjo është një alla shqiptarçe, kjo është një çudi që ta shohësh të në ekipet e kampionatet e ekipet nuk ekziston. Na apo këto është budalliku më i madh. Çuditëra shqiptare domethënë. Vora Elbasani luhet në Elbasan. Sepse Vora i luan ndeshjet në fush me marrëveshje të dy anshme. Shkon në Ballç në një fushë shumë të vështirë ku është ndalur Dinamo. Edhe pastaj për ta mbyllur shpret Tiranën. 3 pikë të sigurt. E peti çka goli anullon Bylisit me. Po, ishte do shkojmë edhe te arbitrat. Do shkojmë se kemi një çmim që do jepet. Dhe pastaj pret Tiranën. Domethënë kalendari i favorshëm. Po, janë Tirana e vend të fundit, Bylisi po ashtu. Dinamo të vështirë ka vetëm
edhe vora poshtë është, që po më thënë luan me 3 ekipe që janë nga fundi vini. Prandaj unë mendoj që është me presupozuar të dalë Elbasani në vendin e parë të kampionit dimri. Dinamo pret Egnatian. E ka të vështirë normalisht ndeshje direkt. Po, pret Vorën dhe luan me Partizanin. Vazhdoj të derbi Partizanit që është mirë. Nuk e di, është sfidë kjo e Dinamos. Mbaj mend 10 Dinamo ka dalë kampion e dimri. Po, Dinamo. Dhe doli pastaj e treta, e katërta. Ndërkohë që Egnatia pra është në transfer me Dinamon, pret Partizanin dhe shkon në Durrës. Të vështire ka dhe Egnatia. Vllaznia pret Bylisin. Pret Bylisin, vjen në Tiranë me Tiranën dhe pastaj e mbyll fazën e parë pret Flamurtarin. Kjo për shembull Dinamo Egnatia, di pse kanë rëndësi këto ndeshje direkt? Po. Vit kishin rëndësi fare. Këtë vit rregulloria ka ndryshuar. Po. Në momentin që do kemi 2 ekipe në Final Four me pikë të barabarta, po, kush palla kampion? Përballje direkte. Përballje direkte të gjitha, përballje të pesta. Nëse ka dhe në po. 4 të 36 javëve. Po sikur të jenë barabartat ato? Golat. Në golavarashi pastaj. Po sikur të jetë barabartë golat. Golat e shënuar, golat e bësuar derisa jetë me short në fund. Jetë me short? Po jetë me short. Nuk do bëhet një ndeshje kështu? Ja, është me short. Është paracaktuar rregullore, kështu që ka rëndësi vit 0 ishin përballje direkt. Po. Vit binin në të gjitha përballjet. Kurse këtë vit përballje direkt ka rëndësi shumë. Unë se më dole edhe një herë këtu, domethënë për pjell. Gëzuar. Faleminderit drejtori, kishte bërë çajin. Dëgjoj, faleminderit. Unë kam qenë gjithmonë kundër Final Fourit. Por në krahasim me 2 sezonet e kaluara, ky sistem tani me përgjithësimin e pikëve, pra e ruan një farë meritokracie. Është normal për sepse vjet, po kështu e ka Belgjika, kështu e ka. Jo, ky është, nuk mund të them që sepse vjet ti me një ndeshje humbje gjithë, ndërkohë që si vjet ekipet do kenë dhe më shumë tendencën që të shkëputen. Po, patjetër që të krijojnë diferencën e pikëve kur të përgjysmohen. Por ky është një sistem që për mendimin tim është normal, i rregullt. Nuk ka asgjë për të kritikuar. Vjet, po nuk ka asgjë tjetër. Po hiqe më bëj me 4 me skuadra me 3 javë. Mos nga tropra, ajo është tjetër gjë. Po, ajo është timi i ekipeve vini. Me 10 ekipe ku ne jemi, është tjetër gjë. Po. Kjo për momentin në skem për mendimin tim mëse e normale, mëse e mirë. Po pse me 10 ekipe me 10 ekipe me 36 javë, pse? Është e keqe? Pse duhen bërë ato? Okej, ma ajo është për t'i dhënë një shtesë bukuri, ton. Për të dhënë bukuri. 2 vitet e para me gabimi. Për t'i bërë bukuri. Po, pra po. Atëre, pse duhen bërë në Tiranë këto? Gabim pra është ajo. Tani 2 vitet e para ishin gabim. Dhe kjo Final Four nisi gabim që kur nisi. Po the pra që si vit është pozitive deri diku. Po the s'ka asnjë gabim. Po, më tani po më tani në Tiranë. Tani ti do me fazë vajtëardhje. Po. Po edhe ajo është një opsion. Dakord jam. Po. Ka që i luajnë në Irlbenja. Po sepse di pse është bërë në Irlbenja. Po. Sepse supozoj që do kishte një si stadiumi i miri që është në vendin tonë. Do kishte një impakt pozitiv. Po pra, ata shpjegoj pse u bë. Do kishte një impakt pozitiv, do mblidheshin ca lek, që shpërndaheshin këtyre klubeve të varfra dhe për këtë u bë. Kjo dështoi. Tashmë është viti i tretë ky. Po kur dështoi 2 herë apo duhet pritur këtë vit është tjetër gjë. Nuk ka eliminim. Po pra, direkt. Kjo është të paktën merita shkon aty ku ti takon. Po ato 6 ndeshje do bëhen në Tiranë prap. Po. Po do jetë e favorizuar Dinamo. Pa, ke faktori fushë është pak Dinamo ka një tifozëri shumë të zjarë që do ta mbushë 22.000 dhe do dridhen ekipet si Vllaznia dhe si. Po nga Shkodra. Po nuk ka lidhje. Ai nga Shkodra. Më shumë tifozë, shko të them diçka. Tirana Elbasani. Po. 1-4. Më shumë tifozë kishte Elbasani sa Tirana. Ka rënë kush vjen më ruhet njëri fare më të vjen stadium. Po pyete era të tifozit Shkodran, ku do t'i bëjnë ndeshjet? Vit bëjnë Tirana apo në Shkodër? Pyete këtë tifozin e Elbasanit, ku do të vinë? Tirana apo ti luajnë në Elbasan? Pyete atë Trobrozhinës. Po dakord, dakord. 36 javë aty luajnë. Kjo është një fazë për ta bërë më të bukur. Nëse këtë vit
është më mirë sepse merren për bazë dhe për ballë direkte. Merita shkon dhe në fund, nuk ka më me një ndeshje eliminore, shkon në shtëpi. Kështu që jemi okay këtë vit. Në vitin e ardhshëm me vajtardhje. Ta hedhim si ide domun. Po mirë, edhe mund të bëhet me vajtardhje po. Se na ndjerin shumë kanë thënë federatës. Tani e ndam, ti thua Dinamo në Elbasani kampion ndimi. Po do një vllaznie, ashtu vllaznia që kur bëri Martini atë deklaratën e famshme për marrëdhënie me Dinamo, sikur ajo karma, unë s'kam asgjë, mua më pëlqeu Shkodra edhe di, luajti mirë. Për mua ishte për mua është e papranueshme që luan vendi i parë me vendin e dytë, mos jetë një arbitër i FIFA-s. Kjo është e papranueshme. 1. E dyta për mua po i bjek profesor Koli, se kam pasur dhe profesor Koli Aresi. Dakor. Po e kanë me mos ja bërë me short. Gjykon Koli? Jo, Koli i cakton ku vendosen, po. Edhe pse thua që i me short, po. Po Kristi, po tash kur luani pari me dytin do vesha arbitër të FIFA-s më qartë. Si. E dyta, unë mendoj që ka qenë Ferrataj dje në Olsit Ferrataj dhe ka pasur edhe një akuzë për të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur, ka pasur një akuzë nga mbasdhënies nga Edi Martini, trajneri i Vllaznis, i cili është shprehur që Ferrataj duhet të dorëzojë xhaketën sepse ka kryer punë me KÇK, ka thënë, kapçat kapësh ty të Tani unë mendoj që arbitri ishte vendimtar me daljen me nxjerrjen e kartonit të dytë verdh të Gjinit. Ishte papranueshme. Mirë, ishte një sanduiç aty që e bën atë sulmuesin dhe mund t'ja jepte, dakor, mund t'ja jepte kartonin edhe Bajramit, po arriti që ja dhaj Gjinit. Gjini nuk meritonte karton të dytë të verdh. Okej, dakor. Ky është mendimi personal. Janë dhënë disa kartona të kuq të pamerituar, jo ai mbajmë atë simulimin e Dinamos. Janë dhënë disa që edhe mund të ishin ato që janë Farukut. Po. Mund të ishin kursuar disa karton. Ose ajo prap me Dinamo me Elbasanin. Po. Dinamo si është ngrënë haku shumë. Mos e hapi fazën e 4 atë. Mos e hapi shpërblimin. Jo, po këtë kuç. Ku të jep një shpërblim. Prekimi edhe pak e Partizanin, pak shkurtimisht sepse normalisht pati edhe një merit fitoria në derbi. Po. Normalisht janë Partizani bravo qoftë. Po thoja që Kërnaja ka bërë 9 ndeshje, ka marrë 4 fitore, 4 barazime dhe 1 humbje. Shumë mirë, ka bërë shumë mirë, deri tani edhe ekipi është përgjigjur, ndoshta tani që po mendoj. Po. Ajo dorëqja e Abil Aliajt ishte, mund të them, mund ta quaj pak të nxituar. Pse? Sepse në fillim ndoshta edhe një ekip i ri që me shumë ndryshime do dhe kohën e vet. Aty nuk eci trajneri, u largua trajneri, por grupi lojtarëve ishte. Po e shohim tani që grupi lojtarëve ishte. Dhe është akoma. Ata janë kthyer nga dëmtimet. Grupi është i plot dhe Kërnaja ka meritën që i ka vendosur në vendet e tyre dhe po ju merr maksimumin. Dgjoj, jo të gjithë lojtarët janë kthyer e para. Po, e dyta. Po Skuka është rëndësishme. Ai lojtari që bëri Skuka erdhi nga Stoli në minutën e 60. Ai lojtari që erdhi që bëri 2 golat në Durrës dhe që bëri golin me Bylisin, ka ardhur nga Partizani B. Pra ai është dora, dëgjoj, Partizani është ku është me merit plot dhe është dora absolute e Oltion Kërnajës. Po, meritin e japim. Po, t'i japim Cezarit atë që i takon. Po drejton dhe ekipin B. Nuk e di gjë ndaj trajnë që ka dhe lejohet me sa pyet. Më duket se edhe bëja. Shkon vetëm për ndeshje tani, se më duket sigur nuk e di. Kjo është një staf. Po në protokoll ka qenë, dhe kam parë protokoll ka qenë edhe te Aja dhe te ekipi B. Unë e kam parë që ka dhe një frym aty, gjithë lojtarët kur bëhet goli, kur bëhet, kështu që Okej, mbyllim pak me Partizanin, kemi dhe një çështje tjetër që është Topi Art. Topi Art. Të hënën ardhshme në Teatrin e Operës dhe Baletit. Për momentin edicioni i 4 i Topit Art. Për momentin kandidatët, domethënë ata që janë të nominuar nuk janë për publike, por ne do themi 2 mendimet tona për ata që mendojmë që mund ta fitojnë Topin e Art. A kush e fiton për ty Topin e Art? Tani unë nga një analizë që bëra nga sezoni i kaluar dhe sezoni tani sepse ajo merret vit kalendarik. Po. Janar 2025, dhjetor 2025. Po.
nuk po marr nga shtatori gushti deri i 2024 deri në janar 2025, po marr vetëm pjesën një vit kalendarik. Po. Nuk më rezultonte ndonjë lojtar i cili të ketë bërë atë diferencën te pjesa e sulmit apo mes fushës. Deri diku Lushkja që shkëlqeu, po ai nuk të rezultonte ke pjesa e përpara pra sulmos mes fushor nuk gjeta asnjë mes fushor as sulmos. Po mirë më mirë gjeti pas. Un po them që edhe Lushkja që deri diku ishte një ju afrua pak sipas mendimit tim gjithmonë. Po. U largua jashtë ushit. Kështu që un mendoj që një qëndrueshmëri dhe një sezon shumë të mirë, po, duke kapur dhe ekipin kombëtar, po, e ka bërë Mario Dajsinani. Mario Dajsinani. Portieri dhe mendoj që këtë vit topi i duhet t'i jepet Mario Dajsinani. Mendon ti? Po. Pra ti mendon. Ta kujtojmë që ja, domethënë e kemi. Po drejtor ta zbuloi drejtori. Drejtor, po pse zbulove ato time? Drejtor, e ke zbuluar këtë tifozin e Dinamos tu në studio se paska Devi Bregun. Dëgjoj. Kandidat për topin e art. Po si nuk Po si nuk e gjetë ti, si nuk gjetë ti asnjë lojtar që zgjeta unë asnjë lojtar që bën diferencën në sulm. Po Devi Bregu më. Po çfarë diferencë bëri? Me unanimitet të plot në mendjen time, mendja ime krau i majt dhe krau i djathtë. Shumë lojtar i mirë. Shumë lojtar i mirë. Ndoshta nga më të mirët e kampionatit, prandaj e ke zgjedhur ti besoj. Vjet. Por, arriti ftonte vetëm një kupë. Vjet. Nuk e shpalli dot kampion. Klasim realisht. Dëgjoj. Ai mban mend pritjet e Dajsinanit vit? Dëgjoj, vjet. I mban mend pritjet e Dajsinanit? Po. Po ti mban mend që Bregu ishte arkitekti kryesor i fitimit të trofeut të Dinamos? Dakor. Me 12 gola në kompeticionet dhe një trofej Dinamos që kishte s'maj mend sa vite kishte pa fituar asgjë. Dakor jam. Nuk po them. Po si vjet, 7 gola. 5 gola në kampionat, 2 gola në Europë. Si Dakor. Jam shumë dakord. Po si se pas ke gjetur ti asnjë? Pra mendoj Dajsinani nuk duhet të gjej. Jo, Dajsinani për mendimin tim. Është për momentin më i kuotuar për të fituar një çmim të tillë, sepse ka fituar kampion. Kupa lart. Po. Po. Ka qenë një pikë e fortë për Ignatian. Nuk është se ka dalë kampion me një, po them me një mbrojtje të hequrt apo jo, ka ato ndeshje që ka pësuar 0 gola mbrapa, që kanë mbajtur me portën pa prekur, ka qenë merit e Dajsinanit. Po. Dhe gjithashtu ka arritur në ekipi kombëtar dhe për të shtuar që ka luajtur dhe me ekipin kombëtar, mos ka miqësore, dhe është paraqitur shumë mirë. Dhe besoj që do jetë shumë e pakët koha që Dajsinani të qëndrojë në superiore, sepse besoj që do shitet. Ti mendon që unë mendoj që ai është top i art për mendimin tim. Nuk ka asgjë të keq që ta bëjë edhe portierit. Unë mendoj që do të jetë Devi Bregu. Po ndoshta mund të jetë Bregu. Ti mendon që sepse që ta dinë këta ndjekësit tan të shumt, qindra mijëra ndjekës. Po. Që top i art zgjidhet nga kapitenët dhe nga trajnerët e ekipeve. Dhe ti mendon që këta do të votojnë njësoj si gazetar, ka vetëm një portier top i art në historinë europiane dhe botërore, është Lev Yashin i Bashkimit Sovjetik. Ti mendon që do të presim, ta shikojmë. Nuk do të ishte. Unë thash mendimin tim. Dgjoj. Se ke dhe Bekim Balen që është mund të jetë. Jo, dgjoj. Që ka luajtur mirë, ka shumë gola. Dgjoj, edhe po zgjodh. Vit kishim një dualitet Bala i Aleksi, po ta edhe po zgjodh Dajsinani, për mua do të ishte drejtësi. Po dhe Bregu mendoj që tani të shikojmë. A do të shkoj mos na I marr dhe ai Ali, se dhe Ali po. Ali Dinamos me kombëtaren. Po, me kombëtaren ka luajtur mirë këtë kupën, po. Ndeshjen tonë në Angli ishte lojtari më I mirë. Po. Është edhe një kandidat potencial, mendoj. Edhe pse u dëmtua tani ka kryer një operacion te pupalgjit. Nga burimet tona të sigurta akoma shumica Më jam një dy e kanë ashtu. Jo, shumica e kapitenëve dhe trajnerëve nuk kanë. Besoj që çështje dite nesër mund të publikohen kandidatët, po. Jo, unë thash atë që unë mendoj që mund të
ose meriton, ndoshta më shumë se këta të tjerët që të jetë top i art. Atëre Majro Dajsinani kundër Devi Bregut, të shohim, të presim, të hënën e ashme 15 dhjetor në Teatrin e Operës dhe Baletit, edicioni 4 të topit art organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Kemi edhe një çmim të fundit. Po, Janë disa çmime në fakt në këtë mbrëmje gala, po. Ajo që më bëri përshtypje mua ishte arbitri i vitit. pse ka arbitrin Këtu do të vitit? ndalen pak, po. Do të ndalen pak. Janë 4 emra të nominuar, por kjo është pak tani të qeshim së bashku. Rubrika burrë, Po të qeshim. tani o kanë bërë gabime këta arbitrat tash. Në këtë sezon dhe sezonin e kaluar, nuk besoj që kanë bërë ndonjëherë më përpara. Tash ndoshta Federata do që t'ja bëjmë kështu me video të gjitha të publikojmë një material Do ta në gabimet e këtyre. Do ta bëjmë. Do ta bëjmë në të ardhmen. Kjo është pak qesharake tani. Po. Në pari një nuk ka asnjë autokritik nga vetë këta, që nuk siç bëjnë gabim, këta emërohen më lart, gradohen për të gjykuar një ndeshje edhe më të mirë. Po. Nuk kanë asnjë dënim. Kush janë të nominuarit? Po nuk ka asnjë dënim, vini. Në momentin që bën gabim këtë arbitrin e Barcelonës të Realit, që humbi me Celta Vigo. Po. Gabimet që bën do t'i kushtojnë shtrenjtë, mund të rritet 2-3 muaj pa gjykuar. Është parë ndonjë dënim këtu te ne? Jo. Ke parë ndonjë dënim që të jep? Jo. Edhe kur ka si marrin vesh kurr. Kreshnik Ciapi. Po? Mund të vazhdosh drejtor? Është Florian Lata, Po? është Emanuela Rusta dhe Eugene Xhaja. Kush mungon? Quiz. Kush mungon? Cili mungon? Ai që nuk ishte ai në Kukrës kundër Skënderbeut. Nuk ishte vetvetja. Nuk ishte vetvetja. Enea Gjorgji. Enea Gjorgji. Nuk e di pse mungon Enea Gjorgji, është arbitër i FIFA-s. Kanë arbitruar dhe në ndeshje Conference League. Dgjoj, nuk kam absolutisht asgjë nuk jam maskilist fare, madje kam shumë respekt për Emanuela Rustën. Po ka gjykuar aq shumë ndeshje Emanuela Rusta sa të futet në gardë e nominuar? Nuk e besoj, po nëse këto janë çmime që ata që i kanë caktuar ndoshta i dinë më mirë, apo vetëm në ndoshta mund të kishin kushtuar këtë arbitri i vitit. Dgjoj, vetëm këtë javë Se arbitri i vitit me një shoqat që nuk dihet ku është, që a ekziston as ekziston, që është pjesë e federatës, nuk mund të japë çmim arbitri i vitit. Kristi vetëm po të Gjithashtu media qëndrojnë. Po. Që nga talenti i vitit shumë mirë, Puca Art, femrat, lojtari i rimi mirë, gjitha, topi art, jam dakord, po jo tash arbitri i vitit. Kristi, Arbitri i vitit sikur ka arritur të gjykojë. Po pra, vetëm po të marrim Motoror. javën e 15 që luaj të dielët e hënë, ë? Janë Gabime trashanike. E kupton ti? Ai goli i anulluar në Bylisit në Ballsh, një kujtun. Po. E para, e dyta. Ai shkon nxjerr me kuqe duke bërë dhe, domthon skenare, dhe jam shumë dakord me deklaratën e Martinit. Shumë dakord. Kështu që duhet vi dhe kur mendon që është vetëm javë e 15, që ka ende shumë javë, kupton, ka edhe 21 javë kampionat. Po. Nëse presim tani ditën e ëntës, zbulojmë këto çmimet dhe pastaj të martën do i komentojmë këtu të gjitha. Patjetër. Polemika mund të ketë, besoj. Uroj që të jenë dy nga ata që Bregu apo Dajsinani. Uroj që Dajsinani apo Bregu të jenë që dalim si okult sport. Do ta mbyllim me diçka të bukur. Ha. Se haruam shortin e botërorit. Një fjalinë e meriton tani. Po. Se nuk patëm mundësinë, se nga që idej të mërkur në podcastin e bëjmë të martë. Po. Hollandia po një Tunizi. Po. Në rast se se kishim bërë disa media e fillojmë në Meksik. E fillojmë në Meksik. Çfarë fillojmë mo? O drejtore Pemo, u hodh shorti. Çfarë fillojmë? Dhe thoshte e fillojmë në Meksik, e kupton? Jo peshku në det dhe tiganin zjarr, po peshku kështu në oqean, edhe ne jemi në një mal të lartë, e kupton? Nëse sytë gjithë i kemi nga ndeshja që mund të kemi në Varshavë, njëra e para, piknisja, pastaj njerëz gjitha, shko. Një nga një shkallat. E di pse Po.
mendoj që ne në atë grup mund të jemi me fat gjithmonë nëse arrim. Po? Nëse arrim të A fillove ti të Jo, nëse arrim të kalojmë Poloninë dhe Po? Ukrainën apo Suedin. Po? Vetë besimi i ekipit tonë kombëtar Aha. rritet shumë. Dhe ti je i vetëdijshëm për këtë. Po. Marrim një tjetër stof. Nuk hy në progresione të tilla. Po dëgjom. Është vërtet që marrim një stof tjetër, një stof të pak më të rëndë. Po, jo ato flen gjumë, do, e kupton ti? Krisi, pse flen gjumë ato Po kundërshtar? dëgjoj pak më. Po. Supozojmë, po them, nëse kalojmë Poloninë që kemi shanse për vendimin të barabarta, Po. Polonia është. Dhe pastaj luajmë finalen me Ukrainën apo Suedin, me këtë qoftë thonë të luajmë, Po. dhe arrim që e Shkojmë. thyejmë këtë Po. barikadë, arrim shkojmë botëror. Po. Nuk mendon që vetë stofi ton do rëndohet dhe do jemi një ekip që do kemi besim shumë më shumë te vetja se ç'kemi pasur gjithë këto vite. Dhe në botëror pastaj mund të luajmë shanset tona. Të duhet të viz për Meksik ty. Jo, më duket se me vizë amerikane shkon. Pse? Po. Kujtoj, kishim një short ferry në Europian, Itali, Spanjë dhe Kroaci. Po. Si mendon se luajtëm? Luajtëm keq? Ja. Shumë mirë. E pra. Madje nuk besuam. E pra. Nuk besuam. Po pikërisht këtë duhet të them pra që mund të arritet besimi nëse fitojmë Po botëror. prit pra të shkojmë atje mos e Dhe Japoni dhe Tunizin janë pastaj kundërshtar që ne mund t'i jam. Po si i Qoftë edhe njërin vetëm, Tunizin Po të si lëm bën brava. po Japonia e di drejtori që është shumë e fortë sepse i pash gjithë lojtarët luajnë Bundesliga dhe Premier League. Po nuk bëjnë këto hesape pa anxhin. Po dakord, tash ne po flasim gjithmonë në supozim tani. Do hyre edhe ti ke loja, hyre edhe ti ke loja atyre. Mjafton që ishte ajo Albania aty te shorti dhe kaq na duhet ne për të komentuar ta çojmë vetëm edhe në Meksik edhe në i pe oraret kur luajmë. Po. Ora 4 e mëngjesit, 1 mëngjes domethënë. Do ne do jemi ambientuar me orarin. Ne kemi orar një 9 pa inçerekën 26 mars në Varshavë me Poloninë. 31 mars nuk e dim ku do jetë. Ndoshta në Çerki, ndoshta me Kismer. Okej. Ne mbyllim pra shihemi të martën tjetër. Hajde. Episodin e radhës. Tung.